E vetme gjë që s'kishte ndryshuar në atë spital ishte pacienti. Shiko, si ta thashëm më parë, është pjesë e mentalitetit tonë ajo e të menduarit. Edhe për brezin tim, po dhe për brezin mbas brezit tim, ne jemi rritur me atë, ose jemi brumosur me atë frymën e prindërve tanë, që u rritën me një frymë dhe u brumosën me një frymë tjetër, edhe transportuan atë frymë të ne, gjithmonë me atë idenë që kur shkon në spital ti duhet hash. Po pra. Por që ti e smur, nuk mund të hash dot. Unë kur punoja në spital në Fier, ndonjëherë vinte çudi me veten time se shikoja vini familjar, sillnin 4-5 bërzolla, një pul të pjekur, edhe ne kishim reanimacion kardiologjie në atë kohë atje në spitalin e Fierit, domethënë kur bën disa ndryshime në pavion, edhe më bënte çudi, thosha po si ka mundësi ky me dhimbje gjoksi si këta i sjellin një pul të pjekur të hajë të gjithë, po si ka mundësi? Domethënë dhe pastaj thoshim pse vdiq. Jo, pastaj vinin kërkojnë llogari ty pse vdiq. Shiko, edhe pacienti ishte mësuar me atë idenë, pse me atë ishte rritur që kur je smur, ti duhet hash që të kalosh sëmundjen. Që të bëhesh mirë që të kalosh sëmundjen. Mbasi mbaronte së ngrani gjithë atë pulën, plus sikletit që kishte në trup, stresit edhe dhimbjes kraharorit. Plus që hante gjithë atë pulë, edhe gjysmën e bukës që sillin ata me vete. Edhe shishet me kos ose me dhall i kujtojnë si tani. Edhe fillonte pastaj thoshte që nuk po mbushen dot me frymë, jam smur po vdes. E kupton? Edhe kishte pasur raste që ishte agravuar ajo infarkti sepse ishte rënduar në të ngrënë, dhe momenti që fillonte pastaj ne duhet i jepnim atë ndihmën e shpejtë, kur fillonim që i jepnim masazhin kardiovaskular, fillonte edhe i gjithë ushqimin që kishte ngrënë e mundohej që ta nxirrte, po në ato momente ishte sasi e madhe ushqimi dhe një pjesë atij ushqimi shkonte mbas në mushkëri, që do të thotë ishte një vdekje e pashmangshme pastaj. E kupton, nuk është, prandaj dhe të thash përpara, duhet filloj të ndryshoj mentaliteti, duhet filloj nga doktori i familjes. Çdo gjë duhet filloj aty, duhet filloj edukimi aty, duhet filloj ndërgjegjësimi aty, edhe pastaj të filloj të kaloj te spitale, të krijohen kushte, të krijohet siguria në punë, të jepen mjetet e nevojshme që ata të bëjnë atë punë, bëjnë atë që ata dinë më mirë, të rritet rroga, të rritet pagesa, edhe mbasi ti ke bërë të gjitha këto. Tani do të pyes për rrogën. Tani se nuk ndryshojmë, ne vdesim të dimë sa e ka rrogën. Si është rrogan e një infermieri aty? Shiko, rroga këtu varion në departamente të ndryshme, relativisht është e mirë, do me thënë paguesh mirë, sepse këtu paguesh me orë, nuk paguesh me rrogë mujore, me rrugë mujore si ne pagueshim në Shqipëri, këtu paguesh me orë. Ke mundësinë që të bësh edhe orë shtesë. Atëherë ti bën 12 orë se do të paguesh më shumë? Jo, punon, shiko, këtu ka vetëm me 2 turne, 12 orësh. Nuk është si në Shqipëri, ka 8 orar. Sa në Shqipëri ishte 8? Po, në Shqipëri ishte 8, në Shqipëri ishte as 8, po thoj sepse ne turnin e parë... Në Shqipëri ishte 4, parajs. Në Shqipëri turnin e parë ne merrim në orën 7 mëngjesit, e linim në orën 1 të drekës. Po, ndërkohë kishe pirë kafe, kishe ngrënë dhe drekë, kishe vdekja 2. Kishe pirë kafe, kishe ngrënë mëngjezin, kishe pirë kafen e drekës, e para drekës, e mbas drekës. Dhe gjo, të merë malli për atë kohë, Ilir? Më merë madhi kam nostalgji për atë frymën që kishim atje, por nuk më merë malli për ato sakrifica, nuk më merë malli për ato momente atje. Kanë qenë momente të vështira, besoj kanë qenë momente shumë të vështira. Sidomos do me thënë kur punonim turnin natës, kanë qenë të vështira, kanë qenë jashtëmos të vështira, sepse gjatë ditës kishte shumë, si ta thuash, kishte njerëz vërdall, familjarë në përdhoma, e kupton, dhe ishte pak si më e sigurt, domethënë gjatë ditës, pastaj nata ishte e vështirë. Ishte frikshme. Sepse nuk dijej, ishte frikshme, nuk dijej se kush mund vinte në urgjencë, çfarë mund vinte. Edhe ne punonim kat 3, patologjia ku unë kam punuar, pavionin kam punuar në Fier, në patologji ka qenë kati 3 i spitalit.
Domethënë kati i parë ishte urgjencë, kati i dytë ka qenë kirurgji, kati i tretë ka qenë patologjia, kati i katërt ka qenë ndarë gjysmë pastaj infektiv dhe ORL, gjysmë e kati i katërt. Por që ishte frikshme sa që disa net dhe derën hyrëse të pavionit, disa net kishte raste që ne mbyllim me çelës nga brenda. Kështu që vinte kush vinte se haprit fare, ose si di kush. Vinte kush vinte, do t'i binte derës, ajo ishte një derë e hekur për fat mirë, e fortë, si derë purgu, kështu që sado që t'i bin asaj dere nuk mund ta aprish në derë që të futeshin brenda, kështu që sepse do mbronin veten dhe pacientët që ishim detyruar në një farë mënyrë. E marr me mend, se vetëm urgjenca e Fierit, sa urgjenca kanë qenë kështu. Nuk e di, nuk di ç'të them, se secili shikon me sytë e vet. Unë për shembull më ka ndodhur të jem në urgjencë tani së fundmi. Ja, kjo ishte një urgjencë që patëm në familje. Kam pasur urgjencë te pediatria. Kam ikur, ç'është e vërteta, sepse ka pasur shumë rëmuj, kam ikur pastaj në spital privat, po shikoj ndryshim në hoteleri në Shqipëri, shikoj ndryshim në sigurinë që ti flet, më thënë nuk është kaq kollaj ti afrohesh një mjeku, tani je ti që do e pësosh, ke frikë ta bësh këtë gjë. Shikoj ndryshime, po mendoj që më shumë ende duhet, kur mendoj sa mjek të mirë kemi ne këtu, dhe kam frikë se mos ikin, unë ndjehem e friksuar, sepse ne na duhen mjekët, na duhen infermierët, ja ti do ishe një infermier shumë i mirë. I mungon në vendit tënd, jam e sigurt. Patjetër, dhe mua më mungon shumë, të them të drejtën. Jashtëmase shumë, më mungon sepse si thua, u linda, u rrita, u shkollova, dhe atje mësova, si thua, hapat e para të profesionit. Më mungon, jashtëmase më mungon, por që nuk e shikoj në një të ardhme të afërt, domethënë kthimin mbrapa dhe kontributin tim atje, nuk është se e shikoj në një të ardhme të afërt. Do kem shumë dëshirë që të kthehem, të kontribuoj, ta jap eksperiencën time atje, njohuritë e mia, ti vënë në shërbim të atij komuniteti, të atij qyteti.